Na kemi qenë kolegën prallë me Tupan, para se me u bo qef, na jemi kon për një me shumë shok të mirë në prallë. U koni vetëmi që une në prallë kun folë, se ka qenë ekipa shumë e madhe. E kemi 17 vite që jemi bashkë, une nuk e di që e kom thirrë një herë Simonin më thonë ku je, pse s'po më lajmërohesh. Fillimisht është punë fati. E dyta, une me Simonin formulën më të mirë që e kom gjetë, kom vendosë më bo shoqe e Simonit. Jam shumë shoqe e Simonit, jem shumë shok me zveti. Realisht që ashtu edhe ka nis lidhja. Na kemi qenë kolegën prallë me Tupan, para se me u bo qef, na jemi kon për një me shumë shok të mirë në prallë. U koni vetëmi që une në prallë kun folë, se ka qenë ekipa shumë e madhe. Edhe i vetëmi u kon që une ku marrë mendime prej tij se ka shkru tekste shumë të mira. Une ka pak edhe për interese merr shamet mirë se jam out për shkrime. Edhe qashtu e kemi pas raportin që nga fillimi, ma ndej ndodhi e papritura, edhe qashtu edhe e kemi vazhdu. Shumë shok të mirë, kur nuk kom folë diçka me rezerva me Simonin. Nështë edhe që tu është qelsi. Bisa kom pas momente kur edhe Simoni ma ka po, abdin, nuse po më ngarkon me do farë muhabete, si na qika që jena, abdin, të shoqeve se ta saj s'po më intereson, po unë jam në ekstrem e lirë me ta. Edhe ndoshta është që ky qelsi që une nuk jam kon shumë e dashura sa jam kon shoqja e tij. Jo presioni, sepse na e kemi një profesion shumë të ndihshëm. Do me thonë une kur në jetën tem dikun afërsisht e kemi 17 vite që jemi bashkë, une nuk e di që e kom thirrë një herë Simonin më thonë ku je, pse s'po më lajmërohesh, ose për koti. Do me thonë komunikimi jonë me Simonin në telefon ndodh vetëm për punë. Nëse kam punë, nuk më lajmërohet, ja lëshoj një mesazh, se e di që është jashtë, më vjen diçka për shpe. Do me thonë, qëto kriza nuk i kemi pas kur. Një e dyta, Simoni është shumë stabil. është asi mashkulli që për shembull nuk e ka preferu shumë jetën e natës, nuk e don, nuk ka bosh, del vesh për punë veta dhe për një me është gjynave, mi ju kapën diçka se s'ki edhe në qka. Ku ju kapësh? Po. Kështu që nështë edhe stabiliteti të dyve, po që kjo jo euforia e madhe, abdin kemi zgjedh ma shumë e qenë dosta me zveti se sa bashkëshort, edhe nështë ta që kjo është edhe qajo, edhe mirë kuptimi pa tjetër, po nuk është që na kena pas bardh krejt. Se dhe na kemi pas momente kur s'na ka konvenu na i qka opinioni tjetrit, ose s'na ka pëlqy na i sa opinioni tjetrit. Kam pas edhe unë shumë momente. Çka s'ka pëlqy diçka, ose çka t'ka bo na herë diçka nervoz? Nuk e di pse kam përshtypjen që s'ki diçka që t'ka bo nervoz çaj djalë. Ngam, e qatë energji është shumë e vërtet që e përqojmë, po nuk është që nuk ka pengu se nuk ka bo diçka nervoz. Se mas pari jem natyra shumë të ndryshme, opinioni tjetrit. Simoni është shumë natyre qetë, shumë natyre butun, jam shumë natyre gjallë, jam ma e hapne, Simoni është tip ma i mbyllun. Mu që kam ka pengu të Simoni ka qenë qajo pjesa shumë e mbyllne e Simonit. Qajo pjesa që Simoni nuk është edhe shumë social. E ka vesh një rreth vetin edhe që është kryus, ma ndej e kum kuptu me kohën, më thej ke flutur unë non-stop rritu bo skenare në përkry, edhe qajo është që ndoshta njerëzve japi përshtypjen që pi i një raj, e knena nuk kam qef me hin muhabet, se e di që në që ato momenti jam të bo diçka, e kne është shumë disrespekt, mos respekt për dikon që nuk e ndëgjoj edhe mja bo rafsh, e kom shumë ma primare që ato si një muhabet kafeve, për shembull, është qajo pjesa që nuk fol shumë, andena në aspektin neve si qift, më ka pengu gjithmonë edhe vazhdan me më pengu, edhe pse shumë e mirë kuptoj, se e di nga arkesën e ti, se për shembull në projekte në Shull Shqip Simoni është vetaj që i bën skenaret, vetë që mirët me realizimin e komplet skeqeve, edhe është tepër i ngarkum njëre dhe e kuptoj shumë që kur vjenë në shpe, a i veç ka mushtri edhe me marrë një telefon, se me këqyrë qka është aktuale për momentin për skenarin e radhës, që ajo mos komunikimi kur vjenë në shpe, po në anën tjetër edhe arsyetoj për faktin që na për një me dhe na lidh profesioni dhe shoqënia dhe nuk po dinire dhe qa me fol mo. Qa me fol mo me to. Krej temat qka i kemi rreth shikës tashte, që ajo jo komunikimi i tim ka pengu, ma ndena edhe Simoni si krejt mashkujt e tjerë, do me thonë fillimet e tona ka qenë një farë super gjeloze, po super gjeloz, edhe deri sa që atu kina ra
Çka është diçka që ja ma në men, që nashta u bu gjeloz për një diçka? Fillim, do me thonë, nuk ma ka thonë pa shtop, unë jam qike Prishtinës, edhe për një me e mësu, na i na mësu në Prishtinë, ka pak me dal ka një herë, me shoqnije na koni me shumë të lidhën, shoqnin edhe, Simoni vetë që është pak asocial, këtë pjesën e shoqnisë së gjanë, për shembull s'u ma akceptoj ke shumë. Pjesën e të dalmeve, jo pse kanë qenë ato të dalme të shpeshta, të shumë të ralla, se për një me s'po na lujnë as obligimet, nuk qitoj në konë do pika që, për shembull, nuk kom thëj ke direkt, po insistoj ke, apo kupton, edhe deri sa me një mirë kuptime ka pa dhe aj që me kohën që në qoftë se ty nuk të pëlqen diçka nuk është mirë mja mu dikujna që është rritën qatë pjesë, edhe të mandej e kemi gjetë edhe atë mirë kuptimin, po përgjithsi qaj tipi ironi Simonit është prap që mu pak ma, se unë jam pak ma ha hi keshi poli apëdir, edhe unë gjithmonë mes me një pozit kur dal me ta, mes me një pozit që tash kjo më do këtë që s'po fol, e tani unë du të me fol për dëtë. Ti du të me majtë bisedën, Po, lafin. apëdin ato edhe po më lodhë që kjo shumë, edhe një herë e di që ula me to, thash, adin qka ti takimet të tua, me njerës të tu vetë, une me njerës për klut na më spërzimi, se po m'bjan me fol edhe për ty, tani e po nina keq. Se unë nina shumë keq prej palës për balë, se di që she merë, ape merë që pe ignoran, ape merë që si disrespekt, ape din, tash unë e pia ti me rakit, munona me mizave mësu të dëte, që kjo më lodhë shumë. Po, në përgjithësi është shumë okej.